në një rrjedh marramendës e postimesh në rrjetet sociale që nga sulmi i shovazë ndaj Iranit, presidenti amerikan Donald Trump her ka bërë thirrje për një kryengritje masive, her ka kërkuar dorëzimin pa kushte të vendit, ka pretenduar se do të përfshihej drejt për drejt në zgjedhjen e liderit të ardhshëm të Iranit, ka sugjeruar se Irani po rrihet keq dhe ka premtuar se do të zgjerojë listën e objektivave. Por postimi i tij më domethënës e quajti vrasjen e ish udhëhecit suprem iranian Ali Khamenei, mundësinë vetme më të madhe që populli iranian të rimarrë vendin e tij. Kjo ishte një mundësi që populli iranian nuk e mori. Përkundrazi, mira njerëz dolën në rrugë për të vajtuar Khamenein, ndërkohë që bombardimet po vazhdonin. Për më tepër, vrasja e kreut të shtetit iranian, një ngjarje pothuajse unike në historinë moderne, mund të ketë bërë pikrisht të kundërtën e asaj që kishin synuar Trumpi dhe truri i operacionit, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, shkruan gazetari britanik David Hearst. Sipas tij, Irani i Khameneit nuk ishte as revolucionar dhe as i paparashikueshëm. Vdekja e tij mund ta ketë ndryshuar këtë. Larg se e vrau frymën revolucionare të Republikës Islamike, mund ta ketë ringjatur atë. Brenda 10 ditësh, Irani ka mbyllur ngushtisën e Hormuzit, ka ndaluar prodhimin e naftës dhe gazit përgjatë xhirit dhe ka krijuar një krizë globale të naftës, disa herë më të madhe se kriza e vitit 1973. Humbja e naftës, 20 milion fuqi në ditë, është e barabartë me të gjitha ndërprerjet e prodhimit të naftës nga viti 1978 deri në vitin 2022 të marra së bashku. Irani ka goditur rënd sistemin radar të paralajmërimit të hershëm prej 1.1 miliard dollarësh në Katar, i nevojshëm për funksionimin e çdo sistemi THAAD dhe baterie Patriot në rajon. Ai ka mbushur me dron qytetet Manama, Kuwait City, Dubai, Doha dhe Riyadh. Trafiku ajror drejt xhirit pothuajse është ndalur. 14 vende në rajon janë të rregjur në luftë, përfshirë Kipron, së bashku me 3 fuqi të tjera europiane, Norvegjia, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, bazat ajrore ose ambasadat e cilave janë sulmuar. Irani po përmbush premtimin e liderit të tij të kohës së luftës, Ali Larijani. Ne do t'u djegim zemrat. Do t'i bëjmë kriminalët sionistë dhe amerikanët e paturpshëm të pendohen për veprimet e tyre. Bombardimet amerikane duket se e kanë aktivizuar Iranin. Turma të mëdha dolën në rrugë dhe qëndruan deri pas mesnate për të përshëndetur emrimin e djalit të Khameneit, Mojtaba Khamenei, si pasardhës. Mojtaba Khamenei është pikrisht njeriu që Trumpi u tha iranianëve të mos e zgjidhnin si lider, por duke e zgjedhur atë, regjimi po i dërgon mesazh Trumpit se nuk mund ta friksojë Iranin siç është përpjekur të bëjë me pjesën tjetër të botës. Irani ka zëvendësuar një lider 86 vjeçar që thuajse kishte kancer, me djalin e tij 56 vjeçar, një principalist me lidhje të forta me gardën revolucionare. Gradualisht, presioni nga trazirat në tregjet e naftës dhe financave mund ta detyrojë Trumpin të ndalojë ndërhyrjen më të keqe që SBA ka bërë në një histori të gjatë luftrash të dështuara, vlerëson Hearst. Nëse ai tërhiqet, trashëgimia e tij politike do të shkatërrohet dhe vizioni mesianik i Benjamin Netanyahut për një rajon të dominuar nga Izraeli do të ndalet. Për të fituar, Trumpi ka nevojë që Irani të shembet edhe atë të shembet shpejt, por nuk ka shenja që kjo po ndodh. Ndërkohë, kjo luftë mund të shkatërrojë vende, të djeg fusha nafte, të zhduk pasurinë e gjirit dhe të vrasë mijëra civil pafajshëm. Ky është çmimi që rajoni po paguan për egon e një njeriu, për vizionin mesianik të një tjetri dhe për pafuqinë e një Europe që vetëm shikon. Të frustruar dhe të penguar, Donald Trumpi dhe Benjamin Netanyahu janë aktualisht dy njerëzit më të rrezikshëm në këtë planet, shkruan më tej gazetari britanik David Hearst.